Në një reagim të fortë publik, kryeministri Edi Rama ka marrë në mbrojtje ish-krerët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, të cilët po përballen me drejtësinë ndërkombëtare në Hag. Ai e ka përshkruar gjykatën speciale si një institucion që ka humbur rrugën për cilën u ngrit, duke e cilësuar procesin kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit si një padrejtësi historike ndaj atyre që luftuan për ekzistencën dhe lirinë e Kosovës. A nuk është e tmerrshme ta mendosh se shpotimtarët e një kohe kur vetë ekzistenca e Kosovës ishte në teun etikës së gjatë të padrejtësive historike ndaj shqiptarëve, duhet të paraqiten para një gjykate të dalë krejt nga shinat mbi të cilat u ngrit, për të dëshmuar se lufta për liri nuk është krim, se rebelimi ndaj një diktature nacional-socialiste nuk është faj, se shteti i ri e sovran i Kosovës nuk ka dalë nga mbarku një ndërmarrje kriminale, por nga gjaku i një ushtrie shërbimtare. Kryeministri shqiptar ka vënë theksin tek përgjegjësia morale e drejtësisë ndërkombëtare, duke quajtur turp mënyrën se si po trajtohet ish-udhëheqësit e Kosovës. Ai ka kritikuar ashpër edhe ata që sipas tij përdorin patriotizmin si masë për sulmuar simbolin e çlirimit të Kosovës. Çfarë turpi për drejtësi ndërkombëtare dhe mozi për shqipsharësit digjital, tifoz të verbuar prej budallakis, kinse patriotike që edhe prapa hekurave të kësaj padrejtësie ulëritëse e shohin dhe e trajtojnë Hashim Thaçin si armik politik, duke uruar që të mos dalë më kurrë prej aty. Ndërkohë, që kur atyre tu jetë harruar nami, nishani dhe asaj gjykate, ti ketë mbetur vetëm njolla e turpit të historisë, emri i Hashimit do të mbetet gjithmonë si emri i njeriut që u bë njësh me fatin, lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi ndodhen në paraburgim në Hag që prej nëntorit të vitit 2020, në pritje të përfundimit të procesit gjyqësor që sipas kryeministrit Rama ka cënuar drejtësinë dhe dinjitetin e luftës shërimtare.